Peshkatarët e qytetit liqenor dolën paraditën e kësaj të premte për të ngritur zërin kundër kufizimeve që sipas tyre po i mbajnë prej muajsh larg aktivitetit të peshkimit dhe po u rrezikojnë seriozisht të ardhurat familjare. Të mbledhur para institucionit vendor, ata shprehën pakënaqësinë për ndalimin e përdorimit të rjetave në këtë periudhë, duke argumentuar se masa po zbatohet në mënyrë të padrejtë dhe pas sqarime të qarta. Sipas tyre, kufizimet lidhen me periudhën e shumimit të klenit, por peshkatarët këngulin se aktiviteti i tyre nuk e dëmton këtë specie, pasi gjuetia për Koranin zhvillohet në largësi të konsiderueshme nga bregu. E vërteta e kësaj që jemi mbledhur sot të tërë peshkatarët është se në këtë periudhë është shumimi i klenit, që bëhet shumimi i klenit dhe po kleni rrihet dhe shumimin e bën në anë të gjolit. Neve peshkatarë gjuajmë me rrjeta Korani 300 metra larg nga Vezhda, i themi neve. Domethënë 5-600 metra nga ana. Domethënë nuk zej, mund të zesh një klen gjysmë kila, në ashtu ato i kemi lëshuar, nuk e kemi mbajtur. Dhe ai na ka ndaluar dhe më shumë zem Koran. Domethënë sipas rritave që kemi, sipas mallit që kanë, zej 3 kila, 2 kila, 5 kila sipas asaj. Edhe me ato jemi vërtitur. Tash ajo ka sezonin peshku, se ne gjuajmë me grepa, ajo ka sezonin që bie me rrit tash. Se është shumë lart edhe me grepi nuk takon me peshkun e Koranit dhe ne e gjuajmë me këtë lloj. Më vonë pasaj nuk jep me rrita, jep me grepa. Gjuajmë me rrita. Domethënë këtë e vazhdojmë neve. Nga era nuk ka qenë ndaluar kjo punë e klenit. Këtë punë e klenit ky e nxorri ky kryetari tonë i shoqatës, e nxorri si stil për ta mbyllur, se nga era kemi gjojtur ka qenë një inspektor përpara një nardhje quani, ai nuk e ndalonte, vazhdoni peshkimin, mund ndalonte në një muaj krapin. Këtë nga ishte, se ky është një specie që bie vetëm një muaj, mund të gjuhet në liçen. Dhe nuk gjuhet nuk bie tër vitin. Po për të investuar për ta ruajtur që të na lesh ne pa punë për një muaj gjë. Më fal, në liçenet e tjera, është ndaluar në këtë periudhë? Po jo. Klenën ande nuk, për krapin një muaj thonë, këte nga Prespa nga ashtu që thonë ata peshkatar, një muaj kanë të ndaluar. Tash ky nga era ne kemi 3 muaj, ka për 3 muaj, pastaj një herë thotë që s'do t'u le fare. Peshkatarët shprehen se edhe kur kapin në mënyrë të rastësishme specie të ndaluara, ata i lëshojnë menjëherë në ujë. Ata thonë se për dekada me radhë kanë ushtruar aktivitetin në të njëjtën mënyrë dhe se kufizime të tilla nuk kanë ekzistuar më parë. Një tjetër shqetësim i ngritur prej tyre lidhet me mungesën e informacionit të qartë për periudhat dhe mënyrat e lejuara të peshkimit. Po ne peshkatarë të vjetër ligjërisht e kemi një muaj vetëm dhjetorit, edhe pastaj gjithë vitin kemi 5-6 muaj që nuk mirë me alë pastaj. Qartë të zemë si të zemë, jo këta jo ata. Më kupton, s'kemi asë një sqarim. Vene një ashtu 4-5 muaj, për shembull 15 edhe nuk... Plashica është ndaluar gjithë vitin, nuk lejohet. Krapin s'po shojmë fare me si peshkatar tam, po am krap e prespe, nuk është e lejuar. Ka zotëri merren vetë, peshkatar merren vetë me krap, nuk po am krap e prespe. Më kupton? Koranin e jemi tërë ashtu, të tërë që riprodhojmë vezë, dorëzojmë në ekonomi, edhe s'kemi asë një sqarim, vetëm ata kanë ata, se kush janë ata nuk e dimë neve. Neve kur paguajmë leka duhet sqarohet peshkatari pse i paguan e sa do punosh. Ata shtojnë se kanë investuar ndër vite në rrjeta dhe mjete pune, ndërsa shumë prej tyre nuk ka një profesion tjetër. Për disa familje, peshkimi mbetet i vetmi burim mjetese. Neve vetëm këtë punë dim të bëjmë. Se që kur kemi rëndërmend, kemi filluar me peshkimin. Edhe nuk kemi ndonjë profesion tjetër. Ne duam që tymë në liçen të jetë i hapur liçeni. Në çdo kohë ne duam të punojmë. Kur ndalohet kleni, një muaj. Po jo të ndalohen të gjitha. Se kemi fëmijë për të shqyer. Mes toneve të forta, disa prej protestuesve kërkuan dhe ndryshime në drejtimin e shoqatës së peshkimit, duke pretenduar se vendimet e marra nuk përfaqësojnë interesat e tyre. Nuk ka ndalesë peshkimi. Peshkimi vazhdon për lush për Koran. Ndalohet krapi dhe speciet e familjes së krapit. Sipas periudhës parashikuar me urdhën e ministrit dhe mbas rregullores peshkimit. Kriteret dhe mënyra e gjuetisë janë të bazuar në rregulloren dhe ligjin e peshkimit. Për ujërat e brendshme, rregullori e peshkimit ka dalë në vitin 2022 ka të parashikuara mënyrën e gjuetisë, sasinë e rritur duhet të hedhin, distancën që duhet të gjojnë nga bregu, sasinë e rritave si sa më parë, vendin ku do të ankorojnë dhe ku do të gjuaj, oraret e hyrjes dhe daljes të mjetit varkave, për të mos penguar
dhe peshqimin e mjeteve dhe varkë peshkatarëve të tjerë që kryen ata aktivitetet peshqimi në liçenin e Pogradecit. Dokollari sqaron se nga 20 prilli deri më 20 korrik ndalohet përdorimi i rrjetave sipërfaqësore, pasi në këtë periudhë peshqit ndodhen më afër sipërfaqes dhe përdorimi i tyre bie ndesh me rregullat ligjore. Tanim për të gjotur, me këtë lloj gjuetie, me këtë lloj rrjete sipërfaqësore, sepse peshku është përsipër, si Korani, si Kleni, si Krapi, kjo rrjetë sipërfaqësore është ndaluar me ligj me rregulloren e peshkimit. Pra ju po thoni është ndaluar metoda e peshkimit, jo Metoda e peshkimit, metoda e gjuetisë, me të lloj rrjete është ndaluar. Për një periudhë besoj se mezi maj, data 20 maj, sepse Kreu i shoqatës shton se çdo vit është kërkuar rishikimi i afateve për peshkimin e Koranit, por deri tani përgjigjja nga institucionet përkatëse ka qenë negative. Sqarova dhe peshkatarëve, neve kemi kërkuar për afatet për ndalimin e kemi kërkuar çdo vit për specien e Koranit. Në momentin që arrin grumbullimi i vezëve, gjuetia me grepa nuk e dëmton zënien e Koranit. Dhe kjo është, ta flasim deri në fund, kjo është kthyer negativisht. Të zbatohet urdhri i ministrit. Unë kam me shkresa dhe kthim përgjigje. Jam me kërkesa dhe kthim përgjigje. Prandaj nuk mund të marr dhe unë për një pronë shtetërore konflikte personale familjare. Unë nuk mund të nxjerr një leje ose një njoftim në mendje time. Ndërkohë, peshkatarët kërkojnë një zgjidhje të menjëhershme dhe dialog me institucionet, pasi sipas tyre zvarritja e kësaj situate porondon çdo ditë më shumë jetesën e 10 familjeve që mbijetojnë prej brezash nga peshkimi në liçenin e Pogradecit.